Realiteti i gjithë genocidit që e kryeu Serbia në Kosovë mbetet pjesë e pandashme e kujtesës sonë kolektive dhe e kërkesës për drejtësi. Sot, brehet një përkushtim më i theksuar për trajtimin e kësaj kategorie përmes politikave më gjithëpërfshirëse dhe vendosjes së kësaj çështje në agjenden institucionale dhe publike. Megjithatë, na duhet edhe një detyrë tjetër po aq e rëndësishme që duhet ta kryejmë si shoqëri. Destigmatizimi i të mbijetuarve përfaqëson një proces të rëndësishëm shoqëror. Duhet t'ju sigurojmë hapësira të sigurta shoqërore, vende ku mund të flisni pa u gjykuar, ku fëmijët nuk mbajnë barrën e historisë së prindërve të tyre, ku komshiu nuk përshpërit pas shpine. Dhe destigmatizimi nuk ndodh vetvete. Ai kërkon një punë të përgjithshme, të ndërgjegjshme, institucionale, kulturore në të gjitha dimensionet dhe në gjitha institucionet. Që ju nuk jeni vetëm. Nuk jeni vetëm me dhimbjen tuaj, nuk jeni vetëm në kërkimin tuaj për drejtësi, dhe nuk do t'jeni më kur të vetme në përballjen tuaj me të kaluarën. E për ju që ende nuk jeni folur, që ende nuk jeni bërë hapim përpara, nga kjo foltore dua t'ju them se kurdo që jeni gati, ne jemi këtu për ju. Jo për t'ju gjykuar, po për t'ju mbështetur. Jo për t'ju pyetur, po për t'ju thënë jemi me ju dhe qëndrojmë për ju. Sepse kjo histori nuk është vetëm e juja, është historia jonë, është historia e gjithë Republikës së Kosovës. Sepse drejtësia nuk motet me ligjet që i kemi miratuar, por me plagët që janë shëruar. E sot, për rreth 3 dekadash, ende kemi një realitet të dhimbshëm. Mira, viktima, por një numër i vogël i rasteve kanë dalë para drejtësisë. Në këtë kohë, kur mira të mbjetura ende presin drejtësi, ne duhet të pyesim, ku është drejtësia dhe për kë është ajo? Ndërsa këto krime mbeten të pandëshkuara, ne shohim proceset e gjata dhe të padrejta ndaj atyre që luftuan për lirinë e Kosovës. Ky kontrast nuk është vetëm i dhimbshëm, por edhe i padrejtë. Sepse siç e ka thënë një herë një aktivist i pathyeshëm, padrejtësia diku është padrejtësi kudo. E vërtetë është e thjeshtë dhe e qartë. Ata që i kryen këto krime ishin frikacak. Fshishin pas uniformave, pas armëve, pas një sistemi dhe dhune të vazhdueshëm. Sulmuan të pambrojturit, sepse nuk ishin forcë të përballshin me dinjitetin dhe njerëzoren. Forca e vërtet u përket të mbijetuarve. U përket grave dhe burrave të Kosovës që rindërtuan jetën nga hiri, që rritën familje, që ecën përpara me plagë të padukshme, por që refuzuan të përkufizohen nga ato plagë. Një kthesë e rëndësishme ndodhi pikërisht gjatë qeverisjes Haradinaj dhe angazhimit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Atëherë kjo çështje u trajtua për herë të parë me seriozitetin që meriton, jo vetëm si një obligim politik, por si një detyrim moral dhe kombëtar. Gjatë asaj periudhe, u ndërmorën hapa konkret të matshëm dhe historik. U njoh statusi të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës. U vendos mbështetja financiare si shenjë e njohjes dhe respektit institucional dhe për herë të parë u ndërtua një komunikim i drejtë për drejtë me ta, duke i përfshirë në vendimarrje.